Xheneti, vendi i lumturisë së përjetshme, vendi ku nuk ka pikëllim, nuk ka mërziti, nuk ka sëmundje, kënaqësi dhe lumturi përgjithmonë. Xheneti, vllai i nderuar, motër e nderuar, Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: Yutafu alejhim bi sihafin min dhahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Do t'ju shërbehet me pjata dhe gota prej ari. Atje ka gjithë çka që shpirti dëshiron, e që kënaqet me to syri. Atje do të jeni përgjithmonë. Kështu thot Zoti i gjithësisë në Kur'an. Prandaj, vllai, motra ime, le të përpiqemi në këtë jetë të shkurtër, t'i bindemi të Madhit Zot. Ta adhurojmë Allahun e lartësuar një të vetëm, ta besojmë dhe ta pasojmë profetin ton Muhammedin alayhis salam. Të jetojmë ashtu siç na ka porosit i Madhi Zot në Kur'an, siç na ka porosit profeti alayhis salam, në mënyrë që Allahu i lartësuar na bëj prej xhenetlive. Allahu na boft prej banorëve të xhenetit. Amin.